Kandidate për deputetin në siglën e Partisë Demokratike është paraqitur këtë të njëjtën në prokurorin e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ajo deklaroi për mediat se është thirrur si kallëzuese për të dhënë informacion shtesë në lidhje me kallëzimet e mëparshme për krime zgjedhore. Vokshi akuzoi Partinë Socialiste për keqpërdorimin e administratës publike duke e vënë në funksion të fushatës elektorale. Sipas saj, punonjës të shtetit po përdoren për presione ndaj votuesve dhe për patronazhim politik. Më negativ i prodhuar nga Partia Socialiste në këto zgjedhje të fundit, pavarësisht denoncimeve që Partia Demokratike ka bërë, apo pavarësisht ngritjes së shqetësimit në të gjitha raportet e OSBE Odirit të zgjedhjeve të fundit të 2023-2021, pavarësisht rezolutave të shumta që ngrihen në lidhje me shqetësimet, edhe rezoluta e fundit e miratuar nga PPE-ja në lidhje me keqpërdorimin e administratës publike, keqpërdorimin e mësuesve apo me keqpërdorimin